إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فنندرojmë Allahun تبارك وتعالى ajo është i vetmi i cili është meritor për falënderimet, lavdata dhe adhurimet tona të cilat atij drejtojmë. Kërkojmë mbrojtjen e Allahut prej ligave të shpirtit ton. Kërkojmë mbrojtjen e Allahut prej cytjeve të shejtanit të mallkuar. Salavat dhe selame pandaj dërgojmë më të dashurin ton Muhammedit a.s. Të ndërruar vëllezër besimtar, nuk ka dyshim se fjala më e vërtetë dhe më e qelluar është fjala e Allahut që plot. Udhëzimi më i drejtë është udhëzimi i pejgamberit ton Muhammedit a.s. Gjërat më të urrejtura në fe janë gjërat e shpikura. Çdo gjë e shpikur në fe konsiderohet risi në fe, bidat. Gjërat të cilat janë risi dhe bidate në fe njeriu në çojnë në humbje dhe në lajthitje. Ndërsa përfundimi i humbjes dhe i dalaletit është zjarri i xhenemit. Allahu na mbrojtë të gjithë neve dhe prit drejtan prej zjarrit të xhenemit. Të nderuar vëllezër besimtar, kjo xhimo sot është xhimoja e tretë me radhë në muajin Shawwal. Shfrytëzoj rastin t'ju përkujtoj gjithë ata të cilët kanë dëshirë t'i agjerojnë 6 ditët e këtij muaji që të përcjellin Ramazanin dhe të marrin shpërblimin e plotë të agjerimit brenda një viti, kanë ngelur edhe pak ditë, andaj mos hezitoni. Të nderuar vëllezër, t'ju them të drejtën, prej dje e deri tani kur kam dalë para juve dhe kam hypur në këtë mimber të nderuar, kam qenë në siklet. Kam qenë në siklet për shkak të temës që e kam zgjedh ta flas para juve. Tema të cilën kam zgjedhur me fol para juve ka të bëjë me gjendjen shumë të keqe të muslimanëve sot që janë duke e përjetuar gjithandej botës islame. Çka po ndodh me ne? Nuk po flas për ne këtu në vendin ton, as në vatanin ton, po kjo gjendje e keqe e ummetit Muhammed a.s. nuk e përjashton as vendin ton, se edhe ne aty këtu kemi problem. Çka po ndodh me ummetin e Kur'anit? Çka po ndodh me ummetin e Muhammedit a.s. Javën e kaluar, jo këtë javën e kaluar në Egjipt i kanë vrarë 3.000 musliman dhe muslimat. Faji i tyre është i vetëm se janë musliman. Asnjë faj tjetër nuk kanë. I kanë djeg burra, gra, fëmijë, pleq në përshatora që kanë dalë me protestu në mënyrë paqësore duke kërkuar legitimitetin e njeriu të cilën e ka zgjedhur vetë populli. Para 2 ditë në periferinë e Damaskut, në vendin e quajtur Ghuta, me armë kimike, Esedi dhe regjimi i tij i kanë vrarë më shumë se 2.000 njerëz, 1.300 fëmijë jonë, që kanë vdekur prej helmit edhe armëve kimike. Dhe nëse unë tani do t'ju shpalosi shumë plagë edhe varë të ummetit pejgamberit që ka ndodhur atje, deri sot një javë nuk mundemi me i numëru plagët që po i ndodhin ummetit Muhammed a.s. Andaj, çka po ndodh me ne? Çka po ndodh me ummetin e Kur'anit?
përgjigjen nga ka jep pejgamberi alayhis salam. Përgjigjen për këtë çka po ndodh janë dy hadithe të pejgamberit alayhis salam. Të dyja hadithet janë të vërteta. Parin e transmeton Imam Abi Davudi në Sunenin e tij, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Yushaku al-umamu an tuda'a alaykum kama tuda'a al-akalatu ila qas'atiha." Thot pejgamberi alayhis salam: dyshoj që shumë afër do të vjen një kohë kur popujt e tjerë do të vërsulen mbi ju sikur se vërsulet i urituri në pijatën me ushqim. Dyshoj, dëgjoni pejgamberi sa, po thot pejgamberi, dyshoj dhe frigohem se shumë shpejt juve, me të tipit, po fol me shumë të tipit, do t'ju ndodh një musibet i madh. Popujt e botës do të vërsulen, do të bëjnë hyjim mbi ju, sikur një njeri i uritur shumë, e kur ja qet para vetit në sofër ushqimin, ai don krejt me hongër për një herë. I than shok pejgamberit alayhis salam: "E min qillatin nahnu yawma'idhin ya Rasulullah." I than: "Ja Rasulullah, a ka me në ndodhë neve kjo, se na e në pak? Jena pak musliman, e ata jo musliman kjo shumë, a përket se dhe?" Pejgamberi alayhis salam tha: "Jo, pa jo për kundërzi, ju keni më konë shumë numër, jeni shumë, walakinnakum gufa'un ka gufa'i sayl." Po jeni shumë sikur shkuma e detit. O vllazët e mi, Allahu ju nderoft, 1.7 miliard muslimani ka botës. 1.7 miliard. Dhe ndoshta do më i madh është numri se statistika vazhdimisht lëviz. Kur musliman prej që Allahu ka dërguar Muhammed Mustafa alayhis salam nuk kanë kënë më shumë se sa sot. Kur musliman nuk janë shkuar në Qabe më shumë se sa që shkojnë vitet e fundit. Pejgamberi alayhis salam e vazhdoi muhabetin. Ty na diagnostifiku smundje. Tha jeni shumë, nuk jeni pak. Po jeni si shkuma e detit, çka ndodh me ju, thot pejgamberi alayhis salam. وَلِيَنْزَعَنَّ اللَّهُ مِنْ صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ. Tha do të ndodhë dhe diçka. Allahu ul Jalal prej gjoksit amikut juj ka me nxjerr autoritetin ju që e keni hejber. Vllazën, muslimoni i vërtet ka hejber. Muslimoni i vërtet ka autoritet. Muslimoni i vërtet edhe kur ec, edhe kur del, edhe kur flet, pa shkru telegram, pa marrë qëndrime politike shtetërore, muslimoni ka hejbet. Allahu i ka ja autoritet. Pejgamberi thot, çet autoritet, çet hejbet, Allahu e merr prej qafirave, prej zemrave të nëse e kenalon Islamin. Dhe çka ndodh? Edhe diçka tjetër do të thotë. وَلِيُقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ. Edhe Allahu e mbill në zemrat e muslimanëve smundjen e wahnit. I thanë shok ja Rasulullah, nuk po e kuptoj këtë smundje. Çfarë smundje është kjo smundje e wahnit që Allahu e mbill në zemrat e muslimanëve? Pejgamberi tha, kjo smundje është hubbu dunya wa kirahiyatul maut. E doni dunjan shumë e urreni vdekje. E doni dunjan dhe e urreni vdekje. I kam lexu shumë komente të këtij hadithit prej ulemave tonë, duke filluar prej Aun al-Ma'budit dhe kam lyp komente dietarëve të mëdhëmit Hanefi. Se në kohën e fundit, se Bashkia Islame e Kosovës, po dhe krejt territori i ish Jugosllavisë, edhe një pjesë e madhe e Evropës në shkollën juridike, në dispozitat fetare i përmbajnë mëdhëmit të Abu Hanifës, hoxhës tonë, imamit tonë. Dhe unë kam lyp pikërisht komente për i kësaj shkolle se në kohën e fundit ka akuzat pa vërteta, se kanë dalë hoxhanar të ri e dojnë me ndru
pratikimin e fesë, ana tradicional që 600 vjetë në Hanefi, po pikërisht pe Hanefive po flasim. Hoxha i madh i mëdhëbit Hanefi, Mulla Ali al-Qari rahimahullah, duke komentuar këtë hadith thot: Pejgamberi alayhis salam po thot shumë shpejt po frigohen se ummetet popujt tjerë kanë mu rasul mbi ju. Mulla Ali al-Qari rahimahullah po thot ummetet, këto ummete janë të krishterët dhe jehudët, që janë rasul kufri, janë koka e kufrit. Po thot, po këta kanë edhe aleanca, marrin aleanca edhe prej dove që e kanë emrin musliman. Allah, mbram një interaktiv, nuk jam dalë për tjetës, mbram një interaktiv zëvëndës ministri i punëve të jashtme, një djali i cili aksidentalisht dhe ka marrë post politik se s'ka fituar vota me ardha aty. Del edhe thot kur e pyet gazetari në shtator, a keni me largu udhëzimin administrativ që vajzave tona, vajzave t'juja, ju ndalohet me shku në shkollë të mesme me shami, e aja në rodin për juve dhe për me, se ne pagujmë taksa. Ata në kanë bërgjeve. Aja mundohet me i bohile se udhëzimi administrativ, edhe ligjet kanë dalim, a nuk kemi budan. Aja thot, do të mi vetë krishterte, do të mi vetë bektashite, edhe bektashite Kosovës tashin bo faktor, do të mi vetë edhe grate, do të mi vetë edhe shoqata, po e qete, shoqërinë civile, a me largu këta, a mos me largu. La hawla wala quwwata. Kur i bjen kise këti palaqas me dalë edhe me volë për armërinë e fëmijëve tonë, i cili edhe njëra për ju thonë, ka ardhë në vend aty si rezultat i postit politik, jo votat që ka marrë, sa i vota për ju jepi besën e Allah, këtë ditë madhe s'ka me marrë më vota, se s'ka vlera. Po ka ardhë që shka ardhë. Edhe partije e tile t'i hapë vesht mirë, a kanë me pru më kësi njerëz, a s'kanë me pru. Na po do të me i vetë, për ata pejgamberi tha, kanë më bo popujt bashk, e kanë me bohu gjumë ju. E këta popujt nuk jojnë me që të pafe, po i gjenë edhe do fanë musliman me emne, po emne, të shitume, të pashitume, i bojnë aleancat bashkë për me e bo pazari. Ja Rasulullah, a jena na paka, ja, tha, nuk jeni pak, jeni shumë. Jeni shumë, po jeni si shkume e detit, a e keni pa për e blazën, deti, kur qohën valët e detit, aty kryohet shkuma, e me shkumë lerët edhe bërlogu, po kur vjen një valë e fortë dhe fuqishme, krejt atë shkumë e bën që pas. S'ka kinet. Ja Allah, 1300 pula diku me i vran të një, vallaj më 1300 maca me i vran, a qenë? 1300 fëmi kanë kohë prej ati gazit kimik. Kohë bota demokratike. Ku jonë kombët e bashkume? Ku jonë standardet e demokracisë? Po s'ka gale për ta musliman, këta jonë gjatë prisht. Këta s'kanë vlerë, letë dhe vrahën musliman. Letë vrahën musliman? Qërë ka gale musliman është të? Sa dush musliman ka? Mos vrahën do tjerë, se musliman s'ka gale. Allahu dhul gjelal, pejgamberi dhët, Allahu dhul gjelal, armiqve të islamit, ka me ja u largu pej zemrave autoritetit që kanë pas musliman. O, vlaznime, a dini për kush janë konë musliman tonë të parë? 700 vite deri në Lisbon, në Portogalis, e në Andalus, e në Almeria, e në Valencia, e në Cordoba. 700 vjetë gjysa më madhe pjesë e Evropës kanë qenë nën administrimin e muslimanëve. Deri të muri kines. Po edhe shkallë more. Pej babgjyshave tonë, kër në kohën musliman të mirë, janë tutë, vallahi vë billahi. Në kohën e Turkit, në qëtë kapeshnic, në qëtë gjamit kuqe, se districa e ka da për, nuk ka guzot me hi, as ushtari Turkit, e as shkallë në kapeshnic për i burave që i ka pas dikur kapeshnica. Isha Allah dhe sa dikër. Pa e kohën musliman. Musliman në kohën, të parë tonë, babgjyshave tonë, janë kohën musliman. Dhe kjo smundja e ka kapë umetin e Muhammedin, e dojnë dënjarën, e dojnë dënjarën. E dojnë dënjarën, se disa qeveri, arabe dhe muslimone, që jënë mësu me jetu që 30 vjetë, 40 vjetë në luks, e me i hargju paret e popullit,
ata pritojnë mu po muslimat mirë, sa ata dojnë me vazhdu më kohë të korruptuar. Kur dalin ata në për Evropë, shkojnë në për hotelet më të mira dhe blokohet hoteli komplet, edhe ai harxhon për 3 ditë $5 milion, parat e kujt i harxhon ai princ. Për ata ai nuk po musliman i mirë, edhe s'don më po musliman i mirë, edhe tutet më po musliman i mirë, se e din se kur të bëhet musliman i mirë, nuk ka me vjedh më parën e popullit. Për ata plazën, pejgamberi na tregoi edhe smundjen, na tregoi edhe ilaçin. Ka ardhur një hadith tjetër shkurtimisht i cili na shpjegon edhe më shumë hadithin e parë. Pejgamberi alayhis salam po thotë idha tabaa'tum bil'ina, kur vjen një kohë edhe muslimanët merren me kamat. Sot kamata o bo pjesë e biznesit, o bo pothuajse standard i pakalueshëm të muslimanëve. Për fat keq, ka edhe muslimanë që falin 5 vakt namaz, por mos me thonë edhe hoxhallar që e bojnë kabul. Punën me kamat Allah na ruaj. Pejgamberi thotë kur vjen një kohë kur muslimanët e bojnë kamatën standard punës, e bojnë kabul. Wa akhadtum bi adnabi al-baqari wa raditum biz-zar'i. Merrni me blegtori dhe bujqësi. Nuk ka haram me marrë me blegtori dhe me bujqësi. Mirë po, jo me haru ahiretin. Wa taraktum al-jihad fi sabilillah. Dhe leni rrugën e Allahut, luftën rrugën e Allahut, e leni, se habiteni mas blegtorisë dhe bujqësisë dhe mas fajdes. Sallat Allahu alaikum aduba. Allahu e qënë mi ju një armik. Allahu e qënë mi ju një armik. Qa po bujnë sëtë muslimat e shkret? A keni pa? Në ato vende, para 2 viteve, para fërsisht ishim dëshmitar në Libi. Pse hinin atje bota, se atje ka naft. Sot, pasuria e muslimanve, nafta, burimet, që i kanë vind të tjerë i marrin dhe si vesin. I marrin dhe si vesin. Besa dhe tema ka hera po i marrin dhe si po i vesin. Kush po na pyet neve, a do të mu privatizu kjo, a do të mu shit kjo, sa do të mu shit ajo, sa do të mu shit kjo. S'po na vesin, hiç kur qo. Vini, shesin, bojnë qka dojnë i blejnë, i shesin, e shpallin të nderin, e mën të nderin, e qesin të nderin. Nuk vetë kur kush kur të veç. Na me pak jemi, po në botën islama atje që ka miliarda e miliarda, kini marrin si të bashkët babës, musliman të shkretë. Se? Sallat Allahu alaikum aduba. Pejgamberi thotë, e ka thënë Allahu një dishmon me ju. La tanzi'u ankum hatta tarji'u ila dinikum. Nuk largohet ai dishmon pe juve, derisa nuk ktheheni dhe nuk bëheni musliman tamam. Derisa nuk bëheni musliman të vërtetë. Për ata njëri pej muslimanëve të mirë po thotë, dikur i hypshim kalit, ishin mikali, në kohë ka pas vetura edhe mjete transportit bashkëore. Thotë dikur ishim mikali, sa dikar musliman dhe halli me ndajt mas bishtit lopës. Dikur o kon mikali, tash është mas bishtit lopës. E po, nëse do të më kon mas bishtit lopës, a do të më kon i hypur në kalë. Për këto me ndoni ma vonë, që ka do më thonë pjanë, sigurisht keni me këtu ma vonë, se musliman nuk e kanë vendin me ndajt lopës mrapa edhe me akqyr bishtit, po musliman e kanë vendin me hypur në mikali dhe me kenë qlirimtar, e me qunë gjithë andej botës islame, flamurin la ilaha illallah, Muhammedu Rasulullah. Allahu i drejtoft muslimanët në rrugën e mbarë, e udhëzoft ummetin e Muhammedit a.s. në rrugën e vërtet, në rrugën e Kur'anit dhe Muhammedit a.s. Allahu a ktheft krenarin muslimanëve. Allahu boft që këto vujtje që po i përjeton ummetin e Muhammedit a.s. tjenë të kaluara e të haruara e muslimanët të kthehen fitorave dhe krenarisë. Allahu na udhëzoft neve dhe mbarë muslimanët, kërkoni falje për vetën e familjen tuaj. Allahu është falë dhe mëshirues ka bukur për një herë astaghfirullah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Por me përmbyll me bon një rezume para se me ulut dhe me përfundu këtë ditë, hutben e kësaj ditë të madhe, edhe një herë me pak fjalë, pejgamberi alayhis salam po tregon se musliman kanë vlerë, musliman kanë kimet, kur janë musliman të vërtet, edhe nëse janë pak. 317 i ka pas pejgamberi luftën e Bedrit, po janë konë musliman të vërtet. Me 317 bura e ka fiku luftën e Bedrit. Pejgamberi kur e ka ardhur momenti me ndru jetë atë vit, kur u shkun qabe edhe e ka kry haxhin e lamtumirës, i ka pas diku thuhet 120.000 sahabe, 120.000 vetë.
që ata 120.000 vetë, hala pa bo 100 vjetë prej se kur ka ardhur Kurani, e kanë qenë fejt islame deri në Lisbon, Portugalis, e deri te muri kinez, edhe në Vjenë, mbretëria austriake i ka pagu taksa shtetit islam. Hala se bo 100 vjetë, që ata 120.000 musliman, të vërtet, sot jemi 1.7 miliard. Për ato nazën, sot ummeti islamit, ne s'mundemi me i rregullu punë atje në botën islame, se jemi pjesë periferike e botës islame, po ne do të pikëshymë punë tonë. Po s'do të thotë që nuk do të mja u kajtë havin, a nuk do të më na ardhë neve gjuna, a nuk do të mundi keq, kur javën e kalume i kanë vra 3.000 musliman në Egjipt, dikur edhe neve shkallë na ka përzonë. Dikur edhe neve për shkollat tona kanë qitë helme edhe gazën për shkolla. Nuk do të me i haru ato, s'paku me bo doa se ne jemi musliman, ma shumë se doa s'ton doami, ata këshyrim oborin tonë. Tash e kemi betejën në shtator, a kanë me na mbet prapë edhe 100 vajza mos me shku në shkollë, pse qika eme që e ka qitë shamin s'do të me shku në shkollë, që paguhet aja shkollë ndërtu me paret e juja. Profesorat e marrin rrogën pe paret e juja, ministri edhe kryeministri edhe ketë e marrin. Kjo beteja jonë. E jo me në treguaj gazetari i njohën Thojza, thot Shamia është diçka që i takon relikteve sendeve të vjetër. Edhe që shka po thot a i zonia. Po thot në fund, që shka po thot, subhanallah. Thot, a është ma i fort ligji i Kosovës edhe kushtetuta e Kosovës, a zoti këtyne. Zoti jonë, baton Haxhiu, kështu ka shku në tribun. Kjo zoti jonë, Allahu dhul Gjelal. Allahu jonë ka thonë në Kur'an, gruja muslimane kur pjeket, hinë mosh madhore, e ka dëshirën edhe vullnetin më mlu. Që kjo zoti jonë, e ka zoti kush o zoti jonë, baton Haxhiu. Po thot, a ma e fort në këtë dënë, kushtetuta e Kosovës, edhe ligji i Kosovës, a zoti këtyne. Po vallaj, zoti jonë është Allahu dhul Gjelal. Ja këne ja besën Allah, inshallah dhe shpirtin këna me dërzu me Allahu dhul Gjelal. E ti të shkallzon a baton Haxhiu, kush o zoti? Se zoti jonë i Kur'anit na ka thonë vajzat tona me mlu, jo me dhunë. Ajo vajzë si do me qitë shamin, ka me qitë shamin, e ne jena babalar të tyne. Edhe kurban kemi mu bone so nevoja, për vajzat tona. E batoni, e petriti, le të kalzojnë kush o zoti tyne. A zoti jonë është Allahu te baraka wa ta'ala. Kul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lem yelid, wa lem yulad, wa lem yakul lahu kufuwan ahad. Që kjo zoti jonë Allahu dhul Gjelal. Që ti zoti kënë zonë besë, edhe në sabajnë aksham thojmë, ashhadu an la ilaha illa Allah, wa ashhadu anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu. E vjen nëntori kismet me emët Allahut, tre nëntori jonë zjedjet, që ta që përna thojmë zoti këtyne, kanë më në ardhë me në lypë votat, hapin i sytë, janë blazën, prezent zotit, hapin i sytë, se dhe Allahun për në shajnë, për në ofendojnë edhe me zotin tonë, zoti këtyne, me cinizëm, me fyrje, e në skemë të mua në ku, posta Allahu dhul Gjelal, e themi hasbun Allah, wa ni'mal wakil, po tutna që mos pivjen dikur, edhe sabrit fundi, nuk ka kjo përcnim, po shteti i keq edhe zullumqar, mëzit me bo edhe trazira, shteti i meqen, i merë punë me avashlëk, edhe i zgjidh problemet e popullit vetë. Allahu në ndihmoft ja Rabbel Alamin. Allahu në i hapë sytë e zemrave, para se me në i hapë sytë e kokës. Allahu në i mbush zemrat tona me imon dhe dashurin dhe i dinit islam. Allahu në i mbush shpijat tona me dashurin dhe Allah dhe ti dini. Allahu në ofroft afer halalit e në nargoft prej haramit. Allahu në zbukuroft gjoksat tonë me bukurin e islamit dhe imanit. Allahu në ofroft mira me këtë botën tjetër, në ofroft prej zjarit e gjehnemit. O Allahu jonë në falë neve, në i falë për drejtanë dhe mbarë muslimanët nesër në ditën e gjykimit. Inna Allahu wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka fil alamin hamidun majid. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun.